kalojmë tani, ju prezentojmë me recetën pasarse. Recetën e dytë. Kemi këto makaronat klitharashë. Ja shojmë pak recetën se çfarë përmbani, zbulojmë së bashku se për çfarë bëhet fjalë, një gjell apo një supë apo një gatim që ka në përbërje këto makaronën klitharashë në formë elbi, ka perime gjithashtu, ka edhe salam i saj, kremviçe e tymosur, makarona me salam dhe patlıcan. 2 patlıcan të vegjël, 1 qep e njom, 1 filxhan kafeje vaj ulliri, 10 speca të kuq të gjatë, 2 domate të pjekura, 1 got makarona, 1 lug çaj krip, 1 lug gjelle gjalp, gjysmë tufe majdanoz, 1 lug çaj spec djegës ose dhe spec i ëmbël. Salam sipas dëshirës. Dëshira jonë është kremviçe e tymosur i saj, sepse ka një cilësi në përgatitjen, paketim, në ambalazhim, në shije, në përzgjedhjen e lëndës së parë. Sot do të gatuajmë me këtë. Kremviçen e tymosur, ka një aromë karakteristike, kush e ka provuar, dhe i saj kujdeset që të ketë një shport dinjitoze, plot e plot me variante nga më të ndryshme dhe më të larmishme, si nga paketimet familjare, ashtu edhe ato paketimet e tjera më të mëdhaja, siç e shihni edhe në klipin që i saj vën në dispozicion për shumëllojshmërinë dhe për frymëzimin që na jep përgatitjen e recetave të ndryshme, prosciutto, sallame, salcice, të gjitha të një cilësie maksimale. Fillojmë tani me hapat e recetës. Okej, me patlıxhanin. Direkt në... Kur kemi një patlıxhan të freskët, normalisht e mirat mira vëshën e ta kalojmë në ujë, ta lëmë në ujë me krip, diku te 20 minuta, 30 minuta patjetër, derisa krijohet ai lëngu i ngjyrë kafë ne e largojmë. Është patlıxhani i freskët, është pa fara siç e shikoni ju dhe që kështu nuk është shumë e nevojshme sepse nuk më ka idhësirë. Sërish pra kam një patlıxhan mesatar ose 2 të vegjël, siç mund t'i doni ju. Kam qepët e njoma. Me gjithë pjesën jeshile dhe me pjesën e bardhë të tyre. Do t'i lë të kaurdisen. E dim që patlıxhani e përthit shumë mirë yndyrën. Zëvendëson mishin dhe sikur se themi për specat që është ngjall e tokës. Janë tani të sezonit. To janë të popullit, shprehjet e popullit, po. Të skuqura, të mbushura në turli, në gjell, në tavë, të mbushura me djathë, të mbushura me gjis, gatuara në për gjell të ndryshme, të pjekura, turshi, çfarë nuk mund t'i sjellim specat. Jeshilet dhe të kuqet. Të kuqet kanë më tepër vitaminë C, jeshilet kanë më shumë hekur, janë më antioksiduese këto të kuqet. Tani i zgjedhim kështu si pa merakë, se janë dhe të sezonit. Largoj, çfarë është, largohet vetë, nuk e largoj unë, çfarë është pjesë e tepërt e këmishës të qepa. Në momentin që largohet është e pa dëshirueshme. Në jetë jo të gjithë i duam dhe jo të gjithë na duan. Kështu kemi dhe të qepa. Kështu funksionon jeta. Nuk ka asgjë që nuk zëvendësohet. Zëvendësohet dhe gjithmonë veten e gjen kudo që të shkosh. Kështu është edhe ky gatimi im këtu. Ja, e gjen veten. Kaudisim pak. Aty ku duhet. Dhe aty ku e meriton, këtu, në këtë gatim.
Kemi nisur me një ëmbëlsirë, me gurabie me sherbet, kemi vazhduar dhe po ju prisnim që t'ju tregonim hapat e përgatitjes makaronave me perime, me salcice, makarona në formë elbi. Kemi nisur me kaurdisjen, me patlıxhanët, me qepën e njom, pjesën jeshile dhe të bardhë. Bëjmë gati dhe specat e kuq, për t'i dhënë ngjyrë gatimit. Janë më mishtor, kështu si speca dhe janë shumë mirë për gatime. E lë këtë mas këtu. T'jedhim dhe një sy gurabijeve? Edhe shumë pak, edhe shumë pak do, sepse e kërkon atë minutajnë. Kanë krijuar ato të çarat e dukura, kanalet e vogla, brenda të cilave do të depërtojë edhe në sherbeti. Do të shtoj specin. Tashmë e dim që i shkon shumë mirë salsës së domates. E largoj. Opa, këtu, në 4. I jap një dhe e vendos në nxehtësi tenxhere. Kam dhe domaten tjetër. Bëhet një salce plot dhe me ngjyrë të theksuar të kuqe. E keni vënë re, besoj, që kemi hequr dorë nga përdorimi i shpesht i mishit, sepse ka aq perime tani në verë, sa duam që të zvendësojmë para. Edhe proteinat e mishit duke i integruar shumë perimet në dietën tonë, se është dhe vap tani, dhe pjesa e tretjes dhe metabolizmi tonë është pak më e ngadalt. Normalisht. Kaq, do përdorim shumë perime dhe do respektojmë atë skemën që themi. Po. Dhe pse ne jemi një emision që duhet të japim të gjitha gatimet siç duhet, por edhe edukimi. Ka dhe brenda pak informacion. Edukim, ndërgjegjësim. Shtoj dhe pjesën e dytë të domates. E largoj dhe i lë më njanë. Iku dhe kjo pjesë. Marr Këndviçet. Tani besomën se kjo është pjesa më. Atë aromën e tymosjes, atë aromën e erëzave të përdorura. Janë më të lehta këto kremviçet. Po. Ndaj dhe i zgjodhëm për këtë recetë. Tiganin. Pjesën e gjalpit. Opa, në shtratin e zjartë, ku vetëm Isai ditit I merte flakën Prometeut. Ja. Dhe duhet të nxjerrim më të mirën e aromës aty. Dhe shijen të ne. Ja. Do gjaj qika. E pa që nuk pastrova enën, tenxheren, e lash me aromën e qepës, çfarë ka urdhisa unë këtu dhe të patlıxhanit. Ju për të doni mund të shtoni erëza të ndryshme. Unë për shembull, të shtoj turmerik është mirë, se jep atë shijen e duhur. Derisa të filloj kjo zbutja, dhe zbutja jo skuqe, të jetë zbutja e duhur, se gjatë zjerjes, ajo shkrihet. Është në të vetëm të salcicet e kremviçet, ne nuk duhet I heqim lëkurën, se s'ka nevojë. Turmeriku jep dhe një ngjyrë të bukur, dhe mos po të shtojmë makaronat. Jep aromën,
Dhe ku është ndryshimi? Është ndryshimi vetëm si tek soda me plurin pjekës, që plurin pjekës ka të njëjtat veti, por ka aromën. E njëjta gjë është këtu, marr dhe një kaurdisje, shiko tani. Do dali një super shije. E kjo kaurdisja, kjo përzira dhe ku këto piqen, marin atë aromën e... Nuk i rezistoj edhe dot. E veçantë. Nuk i rezistoj edhe dot. Plus që edhe nga vetë përpunimi që është bërë kremviçes, tymosja, aromat që përmban, e çliron akoma dhe më tepër në... Ka nuk i skuqë më, thjesht i ngrohen pak, sepse ato edhe ashtu si që janë dhe konsumohen. E provon dhe në qik Albana, se ka neps. Ama se vetëm nepsi nuk ka protokoll. Absolutisht jo. S'ka protokoll. Po, një super arome dhe një... E ndjen atë vullosje, në? Vullosje e duhur, e shijes. Jo, unë kam fituar imunitet faktikisht, nga që si jam bitigan, jam kështu si e menjanuar, edhe kaq vite, me thë drejtën, kam fituar imunitet. E përballoj mirë. Shtoj këtë salës të kuqe, direkt. Normalisht do shtoj edhe pak ujë këtu. E ndihmon që të mos ngjitet me njëherë domatja. Ja, një përzierje, shiko, salsa. Një ngjyrë e duhur. Ja pra ja shpesher, kur ju nuk doni të bëni mish, normalisht ju proteinat i keni, si me mishin, si me sallamin. Pra kjo është më mirë zgjidhni kremviçet, është ushqimi më i lehtë, patjetër që është më i lehtë. Dhe na duhet, fundja, tash në të largohemi pak. Kemi nevojë për çdo gjë në trup. Largohemi pak të këtu jari. Le të shtoj. Pra, në fillim fare do një përzierje derisa, sepse ka një veti, për shembull këtu ka një veti që fillon, i heqim edhe do t'i sjell tani ngjitet makarona, kritharaqi, ngjitet. Që kështu e përzijem vazhdimisht me nxehtësi pak më të ulët derisa ne do të shtoj. Erdhën. Të sa po pjekura. Po i lë kështu dhe pastaj komentojmë dhe i shtojmë sherbetin. Masën e kripës. Pakës piper. Bukovo ose piper i kuq, djeks i ëmbël, në farë. Kemi masën që mua më duhet. Do të shtoj patlıxhanët e gatuar, përse? Sepse i jep një shije më të veçantë i jep. Ne zuam ne, është shija më e veçantë. Opa, të gjitha këtu. Sikurse do të shtoj dhe specin që unë, specin e kuq, rrallë herë ka urdiset speci kuq. Shtohet i tillë, është mishtor. I largoj unë të gjitha. Faleminderit. Një përzierje të duhur. Pakuj dhe i lëm të zjenë derisa makaronat të marikon e tyre. Unë nuk dua që të më marikohen dhe direkt një letër alumini këtu ose në të kundërt siç e marr, se si tetanikat nuk presin shumë gjatë. Direkte në furr. Vetëm një kujdes që kur ta heqim do na duhen dorezat. Mirë, japim pak më tepër kohë vëmendje aty tek furra për tu zjerë dhe për tu ajkosur, sepse furra jep edhe atë cipën ajkosin në sipërfaqe dhe detyrimisht edhe shijen. Për më tepër, për t'ju referuar dhe njëherë për t'i parë si u gatuan recetat tona, mos harroni të na klikoni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, na bëni subscribe dhe ju falenderojmë për çdo klikim dhe shkrim koment aty. Faleminderit Albana, fundjavë të bukur.
Të lumë shinduar, që jemi pas pak, mos harroni, do të flasim dhe për pensionet.